Vendi po vazhdon të përballet me zjarre ndërsa temperaturat e larta po sfidojnë edhe më shumë institucionet. Qendra e menaxhimit me kriza ka informuar se në 24 orët e fundit në territorin e vendit janë regjistruar gjithsej 25 zjarre në hapësira të hapura, nga të cilat 2 janë aktive, 1 është nën kontroll dhe 22 janë shuar plotësisht. Ndërkohë mëngjesin e sotëm kryetari i komunës së Krivapallakës Sash Komitovski alarmoi për situatën me zjarrin afër komunës. Përmes një video mesazhi në Facebook njoftoi se deponia e mbeturinave komunale që ndodhet në afërsi të komunës po digjet për më shumë se 15 orë. Votekut na včerash. Gjatë natës, pra për më shumë se 15 orë jemi këtu, shërbimi zjarfikësve nga Krivapallanka, punonjës të ndërmarrjes publike komunalec, na erdhën në ndihmë nga komuna jon Fqinje e Rankovcës dhe disa kompani gjithashtu u bashkuan aksionit me iniciativën e tyre. Ajo që mund të them është se zjarri është i madh dhe në shkallë më serioze, dhe përveç shuarjes së tij me ujë, nevojitet edhe një sasi më e madhe materialit prej dheu. Ndërkohë, për shkak të paralajmërimit të meteorologëve për rritjet e temperaturave, drejtori i qendrës së menaxhimit me kriza Muhamet Ali bëri apel për kujdes, sepse siç tha në këtë modë të nxehtë mund të ketë rritje të rrezikut për shfaqjen dhe përhapjen e shpejtë të zjarreve në hapësira të hapura dhe të zjarreve pyjore me intensitet shumë të lartë. Në kushtet e temperaturave të larta dhe rrezikut të shtuar nga zjarret, u bë apel qytetarëve për kujdes të veçantë dhe sjellje të përgjithshme, veçanërisht gjatë qëndrimit dhe lëvizjes në natyrë. Çdo pakujdesi mund të shkaktojë zjarr, i cili në këto kushte atmosferike mund të përhapet shumë shpejt dhe të përfshijë sipërfaqe të mëdha. Qendra për menaxhim me kriza shtoi ai vazhdon monitorimin e vazhdueshëm të situatës, si dhe informimin në kohë dhe koordinimin e institucioneve kompetente. Sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike, temperaturat ditore në disa vende do të arrijnë 40 gradë Celsius, ndërsa temperaturat e larta shtuan ata do të vazhdojnë edhe gjatë natës.